Mirë mërëma ku do që t'jeni. E di që nuk mund të konsumosh ose t'hash për para se të flesh gjumë dhe është orar darke, bile si pas dietologëve duhet të paktën 2 apo 3 orë për para se të flesh gjumë që të mos hash, ose ta bluash ato që ke ngrënë. Por mua sot, unë dua që të haj një kaki sot. Nuk e di, është pak vonë, po unë nuk e di pse, ndonjëherë, kur është sezoni, e kam këtë dëshirë të madhe. Dhe që është e vërteta, kur ha në darkë, pra pasi kam ngrënë darkën, në qoftë se keni vënë re në mëngjes, ke uri. Pikërisht pra sepse stomaku punon natën. Dhe nuk duhet të punoj natën teksa fle gjumë. Në fakt, infarktet zakonisht kryesisht ndodhin për shkak të ushqimit që hahet ose lëvizjeve fizike apo diçka që njeriu bën pas orës 18 të darkës. E keni vënë re ndonjëherë që sa më shumë ha dhe aq më shumë ke uri. Pikërisht pra për këtë arsye. E njëjta gjë është edhe me këtë ngrënie në darkë. Që është e vërteta që kur kemi qenë të rinj, që të vegjël, unë nuk e kam pasur problem, por kohët e fundit, po shkojmë tani tek të 60-tat, kështu që duhet patur kujdes. Megjithatë këto janë kaki të ëmbla. Dhe kaki të ëmbla bëjnë mirë. Ju, kur është ora e fundit që hani? Si që thash, ndjes doja që të më bënit pak shoqëri. Si që thash, duhet të ketë paktën 2 apo 3 orë bosh, pastaj të fle gjumë njeriu. Ose të bëj gjimnastik, ose ta konsumoj, pra atë ushqim që hëngri, gjatë atyre 2 apo 3 orëve. Nese. Natën e mirë, gjumë të ëmbël dhe juve, ju përqafoj me kaki. Natën.